Këtu janë disa informacione të marra nga libra të ndryshëm në lidhje me ndërtimin e masës muskulore. Janë rreth 15 deri në 17 faqe, të cilat diskutojnë në metoda të ndryshme stërvitore. Këto informacione janë mbledhur para disa vitesh, kështu që ndoshta nuk janë në aktualitet. Por, në qoftë se i dëgjon dhe në fund, do kuptosh që po ashtu këto metoda janë të njëjtat që përdoren dhe sot. Ne jemi mësuar me metoda stërvitore tradicionale dhe së fundmi kemi parë dhe metodën me intensitet të lartë dhe me pak sete, që është bërë e njohur kryesisht nga rrjetet sociale në TikTok. Por ka më shumë se një metodë stërvitore, edhe në këto informacione do jepen mënyrat e ndryshme se si bëhet stërvitja, programet e ndryshme stërvitore dhe metodat e ndryshme stërvitore. Gjithashtu, në qoftë se mbaj mend të mirë, këtu do ketë dhe informacione për periodizimin, që është programimi i stërvitjes. Këto informacione janë shkruar, i kemi mbledhur diku tek 2-3 vite më përpara, dhe janë marrë nga enciklopedi të bodybuilding. Dhe këto janë informacionet. Atëherë, gjatë dekadave të fundit kanë dalë libra nga autorë të ndryshëm që flasin për metodat të ndryshme stërvitore. Mund të shohësh disa gabime gramatikore këtu, por janë thjesht të shkruajtura pa redaktim të thellë. Pra vazhdojmë. Këto metoda stërvitore reklamohen si më të mirat për të ndërtuar masë muskulore dhe një trup të bukur, secila flet me zë të lartë që ajo është e duhur dhe të tjerat nuk funksionojnë. Për dekada me radhë, pyetja në qoftë se duhet të punosh me pesha të lehta ose me pesha të rënda, qarkullon në botën e fitnessit dhe asnjëherë s'ka parë përgjigje përfundimtare. Pra, ka shumë metoda stërvitore dhe thelbi ose më e rëndësishmja ose më e mira është ajo metodë stërvitore që ty të përshtatet edhe vjen të bësh stërvitje me qejf dhe të bën ty që të jesh konsistent përgjatë stërvitjes, sepse ti mund të kesh metodën më të mirë ose programin më të mirë stërvitor, por nëse ai program s'të pëlqen, ti nuk do ta ndjekësh dhe nëse se ndjekës do kesh rezultat. Edhe e kundërta, mund të kesh një program që s'është shumë i mirë, por ti e bën me qejf edhe dëshirë dhe do kesh rezultat vetëm sepse je konsistent. Pasi konsistenca është ajo që bën më shumë punën se çdo lloj metode stërvitore. Dhe zakonisht kur ti ndron metodë stërvitore, për shembull kur ti ndryshon program, sheh rezultate që në 3 javët e para. Kjo ndodh sepse trupi kur merr stimul të rinj rritet më shumë. Kur ti ndryshon program, e sheh ndryshimin në trupin tënd sepse ti ke ndryshuar program. Dhe një nga parimet e programimit të stërvitjes është diversiteti, që ti nuk duhet të bësh të njëjtën gjë vazhdimisht, pasi trupi mësohet. Edhe kur ndryshon metodë stërvitore, kryesisht ti ke rezultat sepse po bën diçka të re me trupin tënd, nuk është në vetvete metoda e re që të ka bërë ty të kesh rezultat. Kur ti ndryshon program stërvitor, kur ti ndryshon metodë stërvitore, rezultatet e asaj metode duken më shumë se 3 javë pas 1 muaj, 2 muajsh ose 3 muajsh. Por ditët e javët e para është thjesht rezultati i marrë nga që po bën diçka të re dhe s'mund ta quash të suksesshme. Kjo gjë ndodhi dhe shumë vite më përpara në botën e bodybuilding, ku në vitet 70 bodybuilderat stërviteshin tradicionalisht duke u bazuar në më së shumti në stërvitje voluminoze, 20 deri në 25 sete vetëm për një grup muskush. Kjo metodë u bë e njohur fal Arnoldit, i cili punonte gjoksin e tij me stërvitjen voluminoze. Por kujdes, ne nuk duhet të marrim shembull Arnoldin për të rritur gjoksin tonë. Le t'i kthehemi historisë. Gjithashtu, në këto vite, filozofë dhe shkencëtarë të rinj nxorën metoda stërvitore si heavy duty ose detyrë e rëndë, që ishin komplet kontroversale për kohën. Heavy duty ose detyrë e rëndë është nxjerrë më shumë nga autorë si Mike Menters
Pra, Mike Menters ishte autori i cili nxori Heavy Duty dhe ndryshe nga setet voluminoze që bante në kohën e tij Arnoldi 20-25 sete, Mike Menters e uli deri në 2 ose 1 set më shumë, maksimalisht 2 ose 1 set. Dhe kjo stërvitje konsistonte në intensitet, ndryshe nga që ishin mësuar bodybuilderat që banin shumë sete për një muskuj, në metodën e re duhet të kryesh vetëm një seri, një set deri në dështim dhe kjo është e mjaftueshme që të nxjisë rritjen në metodën e heavy duty, pra detyrës të rëndëm. Kjo metodë u bë e njohur pasi dha rezultate të shkëlqyera, por e rithemi që ajo që pati sukses, ajo nuk pati sukses sepse ishte vërtet e veçantë, por sepse në të gjitha ato vite njerëzit ishin mësuar që të bënin metodë voluminoze dhe kur hodhën metodën e intensitetit të lartë në punë, trupi i tyre mori stimull të ri dhe u përshtat. Pra, kur doli heavy duty, përveç se heavy duty si metodë është shumë e mirë, pra kur bën 1 ose 2 sete në maksimum, ti ke rezultat dhe si metodë është shumë e mirë dhe kështu sipas mendimit tim duhet bërë stërvitja, por edhe pse ishte në vetvete metodë e mirë, një pjesë e rezultatit dhe të famës që mori në fillim për shkak të suksesit që ju jepte njerëzve ishte pikërisht se njerëzit sportistët e peshngritësit atëherë ishin mësuar të bënin 20 dhe në 25 sete për grup muskujsh. E njëjta gjë ndodh për t'ju rikthyer asaj që tham më lart, ndodh me metoda stërvitore, me programe stërvitore. Pra kur ti ndryshon programin stërvitor, rezultatet e para vinë vetëm sepse ke ndryshuar, jo sepse programi stërvitor është i kryer është efektiv. Si që është detyrë e rëndëm, pra heavy duty, ka dhe disa metoda stërvitore që ndoshta ti nuk mund t'i kesh dëgjuar më parë. Dhe këtu do t'i përmendim pothuajse që të gjitha metoda stërvitore. Ndoshta këto metoda nuk janë përmendur më parë për bodybuilderat, për komunitetin e fitnessit në Shqipëri, dhe njerëzit i kanë mësuar kryesisht nga burime në gjuhë të tjera, por ja ku janë në Shqip. Pra kemi këto metoda për rritje muskulare. Kemi metodën bullgare, kemi lodhjen para prake, kemi heavy duty ose detyrë e rënd. Pri exhaustit, kjo lodhje para prake mund të gjende edhe pri exhaustit me këtë term në anglisht. Kemi sistemin wider është aider sepse aja është në bërë gabimisht për të redaktuar W-të. Kemi sistemin wider, mars i vështirë, super slow ose super avash, është pozicioni i kontraktimit dhe kontraktimi statik. Në të gjitha këto janë të përkthyera në anglisht dhe kur përkthehen në shqip dalin pak çuditshëm në termat e tyre. Të gjitha këto pak a shumë vërtiten tek i njëjti principër, por do t'i shohim në detaj më vonë. Unë pothuajse gjysmat i mbaj mend dhe e kam idenë, sepse ka kaluar shumë kohë që kur janë shkruar, por do t'i shohim dhe do t'i zbulojmë të gjitha. Atëre, periodizimi. Të gjitha këto që folëm lart, në thelb janë planifikim i stërvitjes. Dhe periodizimi është planifikimi i stërvitjes në kohë afat shkurt, afat mesëm ose afat gjatë. Zakonisht sportistët bëjnë planifikim stërvitje deri në 1 vit, por ka dhe momente kur mund ta bësh 3, 5 deri në 10 vjet planifikim stërvitor. Dhe periodizimi është planifikimi i stërvitjes bazuar në metoda shkencore për të arritur një gjendje fizike sa më optimale në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Ideja e periodizimit është që ti nuk mund të stërvitesh njësoj gjithë kohës. Në qoftë se stërvitesh gjatë gjithë kohës një lloj, do të ngelesh në vend pa pasur progres. Zakonisht sportistët ecin me plane 1 vjeçare stërvitore. Periodizimi i stërvitjes shmang stërvitjen e tepërt ku trupi fillon bie në masë sepse ka punuar shumë.
Pra, kur ti mbi ngarkohesh, ndodh e kundërta, në vend që ti të marrësh rezultat, kur ti bën shumë stërvitje, ndodh e kundërta, trupi nuk ka rezultat, nuk rritet, nuk zhvillohet, nuk shton në peshë, por ndodh e kundërta, trupi bie nga pesha. Periodizimi i stërvitjes e shmang që ti të kalosh në mbi stërvitje dhe trupi të bjerë nga masa muskulare. Gjithashtu, periodizimi shmang periudat që ti ke arritur një gjendje që s'ke më progres. Pra, në momentin që ti arrin një situatë ku edhe pse po bën stërvitje nuk ke progres ose je në situatë plato, periodizimi shmang këto situata. Pra, e shikon që krau sporitet më edhe pse po bën stërvitje, të ke ngelur në vend. Edhe pse bën stërvitje, ti s'ke më progres. Kur bën periodizimi shmang situatat që ti ngelesh në vend edhe pse bën stërvitje, shmang e situatat kur bën stërvitje më tepër se ç'duhet. Periodizimi haset në çdo program sportiv dhe në çdo sport ka metodikën dhe periodizimin e vet. Është një libër komplet për periodizimin, që kryesisht është për stërvitjen atletikore dhe quhet për momentin s'më kujtohet, por në qoftë se dikush dëshiron ta ketë atë librin, e kam gjendje në dokument digjitale dhe mund të marr ta lexojë. Ë, dhe çdo sport ka periodizimin e tij. Në këtë libër, duket në këtë libër sepse atëherë kur janë marrë këto informacione, janë marrë që të krijohet një libër në shqip për peshngritjen. Në këtë libër ne do flasim specifikisht për periodizimin e bodybuilderave dhe do mësojmë si të planifikojmë stërvitjen. Do shpjegojmë metoda stërvitore dhe teknika të ndryshme që do ngarkojnë muskujt. Pra kemi shumë punë për të bërë dhe akoma kanë kaluar 12 minuta. Ndoshta po të jetë puna, po të jetë libri, po të jetë informacioni i gjatë dhe i detajuar, mund ta ndajmë video në dy pjesë, ose mund të mbulojmë sa më shumë të jetë e mundur në një video. Duke periodizuar stërvitjen tonë, ne do t'i japim trupit mjaftueshëm pushim për ta pastruar lodhin, mjaftueshëm nxitje të reja për të mos u mërzitur me të njëjtin program. Periodizimi është ndarja e një plani stërvitor në pjesë më të vogla dhe më të menaxhueshme që quhen cikle. Pra, kemi një plan kryesor, pra periodizimin një vjeçar dhe e ndajmë në pjesë më të vogla që janë më të menaxhueshme dhe quhen cikle. Ciklet ndahen në tre pjesë të mëdha, pra kemi makrociklin, janë ciklet të mëdha që zakonisht përfshin një vit ose më shumë, janë mezociklin, është mezocikli i cili janë cikle mesatare të dedikuara periudhave specifike në stërvitje, siç mund të jetë periudha që rrisin forcën, masën ose kryejnë pjesën e prerjes. Pra, mezociklet janë periudha të cilat ti i përdor për një kohë të caktuar, për shembull një muaj, ti merresh me rritjen e forcës, një muaj merresh me rritjen e shpërthimit, një muaj merresh me rezistencën, pra të gjitha komponentët fizik që mund t'i ketë trupi, mezociklet mund t'i ndajmë në periudha të caktuara për të shërbitur një komponent të caktuar fizik. Dhe mikrociklet janë seanca stërvitore që futen nën mezociklet dhe tregojnë intensitetin nga dita në ditë. Pra, këtu mund të jetë një ide, ja ku është një mikrocikl që ndahet në mezocikle, një makrocikl i madh që ndahet në mezocikle, dhe pastaj ka dhe mikrociklet e tjera, dhe mikrociklet e tjera ndahen në ditët e javës dhe bëhet i gjithë viti kryesisht. Por asnjëri nga ne s'besoj se e ka dhe do ta programoj stërvitjen kaq gjatë. Po gjithsesi është një koncept i cili është i nevojshëm për të ditur, të cilat ndoshta do na ndihmojnë edhe për ideimin e programeve që thamë më lart.
I gjithë çelësi i periodizimit është të alternohet volumi, intensiteti, shpejtësia e përsëritjeve, pushimi e të tjerë. Të gjitha këto ndihmojnë që t'i japin trupit stimuj të vazhdueshëm për t'u adaptuar. Këto variante gjatë programit sërtor do të ndihmojnë për të mbajtur veten të motivuar që zakonisht është e vështirë për të gjithë. Pra, ne kemi shumë variante stërvitore, kemi shumë mënyra se si mund ta bëjmë stërvitjen, edhe periodizimi na ndihmon që gjatë një viti të caktuar, të gjitha mënyrat t'i bëjmë me radhë, mos sa lem një pa bërë dhe ose të ta bëjmë një dy herë, duke dhe kështu garantohet një stimul i ri vazhdimisht. Por përsëri, kjo është e avancuar, do nerva dhe shumica bëjnë në stërvitje më shumë për qejf se sa e marrin kaq në thellësi. Dhe ndoshta kjo të ha dhe pak më shumë kohë, më shumë se ç'është e nevojshme. Pra, si një bodybuilder planifikon stërvitjen e tij gjatë një viti? Kjo është një pyetje e paqartë për shumicën. Në bodybuilding kemi disa metoda periodizimi, ndër ato është metoda lineare, metoda klasike dhe metoda moderne. Metoda lineare klasike konsiston në kryerjen strikt të ciklit. Metoda klasike ndahet në tre faza. Faza e parë është faza e fryrjes ose faza e bulking, faza e dytë është faza e prerjes ose cutting dhe faza e tretë është faza e konkurimit në evente fitnessi ose faza e rikuperimit. Pra, kur ti merresh me peshngritje, kur ti do të bësh një fazë bodybuilding, e ndan atë në tre pjesë, në fazën e shtimit, ku mundohesh të shtosh sa më shumë masë muskulore të jetë e mundur, dhe pastaj kalon në fazën e prerjes ku mundohesh të heqësh sa më shumë masë diamore të jetë e mundur dhe të mbash masën muskulore. Dhe faza e tretë është faza kur ti futesh në skenë ose bën fazën e rikuperimit ku ul ngarkesën, riushqesh dhe stabilizon gjendjen tënde ose merr pjesë në gara. Gjatë fazës Gjatë fazës të bulking, sportisti merr peshë trupore duke rritur sa më shumë të jetë e mundur masën dhe peshën e tij. Kjo gjë arrihet duke marrë surplus kalorik dhe bëhet sepse muskujt e kanë më të lehtë të rriten kur janë në praninë e vjavit. Pra, shumë procese hormonale ndodhin gjatë stërvitjes dhe është parë që me pak masë diamore, diku tek mos përmendim numra fikse, por kur ka një sasi të caktuar mase diamore, trupi prodhon më lehtë hormonet të cilat ndihmojnë në rritjen e masës muskulore. Por gjithashtu kur kjo masë diamore kalon më shumë se ç'duhet, bën të kundërtën që ti të humbësh muskuj dhe jo të ndihmojë që të rritësh muskuj. Por gjithashtu kur ti ke edhe pak më shumë kalori se ç'duhet në sistemin tënd, është pikërisht kjo arsyeja pse ti je duke shtuar muskuj dhe trupi ka kushtet e dhura për të shtuar muskuj. Pra, gjatë fazës të shtimit ti ha pak më shumë se ç'duhet që të shtosh masë muskulore dhe pak dhjam që të ndihmosh dhe të suportosh sistemin tënd hormonal. Faza e fundit e cutting konsiston në marrjen e kalorive të reduktuara për të ulur masën diamore gjatë fazës së mëparshme të bulkingit. Në këtë fazë rritet definicioni muskulor. Gjatë fazës së prerjes ti tash i merr pak fare më pak kalori se ç'merrje zakonisht dhe duhet që të futesh në një situatë ku ke uri gjatë ditës. Po në të njëjtën kohë nuk duhet të hash më shumë pak, pasi do humbësh dhe masën tënde muskulore, sepse kur ti nuk ke mjaftueshëm kalori në trup, trupi jot do hajë muskujt e tij që të prodhojë ose që të marrë proteina. Prandaj gjatë fazës të cutting ti ha zakonisht më pak ushqim, por kryesisht këtë ushqim e merr me proteina në mënyrë që trupi të ketë proteina të mbajë muskujt, por në të njëjtën kohë mos ketë shumë kalori dhe të futet në rezervat e tij dhjamore për të djegur kalori. Faza e tretë është ajo e konkurruese apo relaksuese, ku është faza në të cilën trupi nuk ngre më pesha, nuk bën më shumë stërvitje, kryesisht gjatë kësaj fazës nëse je në skenë përsëri nuk je 100% i shëndetshëm pasi arrin një nivel shumë të ulët mase diamore, plus që në një nivel shumë të ulët me pjesën e ushqim, pra nuk merr shumë kalori, por pasi mbaron faza e konkursit, ti avash avash i rikthehesh në gjendje normale, edhe pastrohet lodhja dhe bëhesh gati për fazën tjetër që është faza përsëri faza e shtimit ose bulking.
Por ka dhe versione të tjera të periodizimit linear, stërvitja specifike e hipertrofisë është ndërto. Ky version fokusohet në rritjen e masës muskulore duke u bazuar në të dhëna shkencore që njohim rreth faktorëve që rrisin masën muskulore. Stërvitja specifike e hipertrofisë, ose ndryshe siç njihet në gjuhën angleze HST, Hypertrophy Specific Training, bazohet në faktin që sintetizimi i proteinës dhe rigjenerimi afërsisht komplet i muskujve zgjat maksimumi 2 ditë. Gjatë sot që flasim janë bërë pafund studime, të cilat të gjitha arsyet si mund të rritesh një muskuj janë të qarta, dhe kjo mund të jetë pak jo e updateuar. Por gjithsesi ka një të fshehtë mbas saj që deri në 2 ditë një muskuj mund të rigjenerohet afërsisht komplet e të jetë gati për të marrë ngarkesën e radhës. Prandaj dhe sot programet full body janë të dobishme ku të këshillohet të bësh gjithë trupin në një ditë, të rish 1 ose 2 ditë pushime përsëri ta bësh gjithë trupin, pasi ka mjaftueshëm kohë që të rikuperohesh dhe të nisësh seancën e radhës. Për këtë arsye, ky planifikim ndan grupet e muskujve në një program që duhet t'i stërvitesh ato çdo 2 ditë. Gjithashtu, ky lloj periodizimi linear sugjeron që ti të ndjekësh një cikël 68 javë stërvitje plus 1 ose 2 javë pushim absolut dhe aktiv. Pra, sipas këtij cikli që quhet stërvitja specifike e hipertrofisë, të këshillohet që stërvitjen ta ndash në 8 javë, pra një cikël 68 javë stërvitje, ta ndash në 10 javë stërvitje dhe 5, 6 dhe në 8 javë janë javët të cilat ti bën stërvitje të fortë, mundohesh të rritësh peshat çdo javë, dhe 1 ose 2 javë ti bën pushim absolut ose kryesisht pushim aktiv. Pra ti merr një pushim nga peshngritja ose ul pesha deri në 50% të atyre që ke ngritur dhe i le trupit kohë të rikuperohesh para se të futesh përsëri në stërvitje. Pra 6 dhe në 8 javë bën ngarkesë dhe 1 dhe në 2 javë bën pushim absolut. Kjo pastron lodhjen dhe të përgatit ty që përsëri të bësh ngarkesë. Dhe shmang mbi ngarkesën kur ti djeg muskulin tënd, ka që ke bërë më shumë stërvitje se duhet, dhe në të njëjtën kohë kur bën pushim, ti jep trupit mundësi që të harrojë stërvitjen që ka bërë, edhe të marrë stimuj të ri stërvitjesh dhe shmang platonë pra kur ti nuk ke rezultat edhe pse bën në stërvitjet. Javët e stërvitjes do ndahen nga 2 javë. Me fjalë të tjera do kemi 4 grupe me nga 2 javë, kurse cila prej 2 javëve do stërviten pesha me intensitet të ndryshëm. 2 javët e para do kenë pesha që lejojnë të kryen 15 përsëritje, më pas 2 javët e dyta do kenë pesha të cilat lejojnë të kryesh 10 përsëritje dhe më pas 2 javët e tjera do kenë pesha të cilat kryejnë 5 dhe në 8 përsëritje. Cikli me 1 ose 2 javë në fund mund të bësh përsëritje negative. 1 ose 2 javë nuk mund të bësh përsëritje negative. Në rregull. Pra, ty të ofrohen 8 javë stërvitje që të ngresh pesha dhe të rritësh vazhdimisht peshat dhe do t'i ndash këto 8 javë në 3 grupe të mëdha ose në 4 grupe të mëdha. Dhe çdo grup do kenë nga 2 javë brenda. Pra, ti 2 javë do bësh stërvitje që do t'i ngresh 15 herë peshat, 2 javë të tjera do bësh stërvitje që do t'i ngresh 10 herë peshat, 2 javë të tjera do të bësh stërvitje që do ngresh 8 ose 5 herë peshat dhe javën e fundit, pra javën e rikuperimit, ti nuk do bësh ngritje, po do bësh negative, që do të thotë që nuk do kryesh ngritjen e peshës, po do bësh vetëm uljen e peshës gjatë ushtrimit. Dhe këto janë për shembull përsëritjet, përcaktojnë edhe peshën që ti ngre. Për shembull, në qoftë se ti 100-ën e ngre 5 herë, në qoftë se do të bësh një ushtrim që do ta kryesh 15 herë, normalisht do ta ulësh nga 100 do ta shpyesh 60 kg. Edhe 60 kg që do ta bësh 15 herë. Pra një peshë që të lejon ty të kryesh 15 përsëritje. Dhe kur ti të vesh
në 10 përsëritje, normalisht që 60 mund ta kryesh 15 dhe do një peshë do ta kryesh 10 përsëritje. Dhe çfarë bën ti? Nga 60 kg i shton 70 ose 80 kg dhe e bën aq sa që mund të kryesh 10 përsëritje. Pra peshën do ta përcaktoj në sa përsëritje mund të kryesh ti me atë intensitet, pra me atë peshë. Pasi kanë mbaruar 6 dhe në 8 javë stërvitje, ti duhet të marrësh 1 ose 2 javë pushim. Gjatë kësaj kohe, sidomos javën e parë, nuk duhet të bësh stërvitje fare. Pra, kur mbaron 8 javorshi ose 6 javorshi, një javë ti mund të bësh kryesisht ecje, stretching, mobilitet, pra stërvitje fare. Dhe javën e dytë, vetëm kur të vije java e dytë, mund të bësh 3-4 ditë stërvitje lehtë fare ose cardio 25 deri në 20 minuta. Pra, javën e parë ti bën mobilitet, stretching, pesha ose cardio, javën e dytë bën pak më shumë pesha, stretching, cardio, ose thjesht 2 javët e pushimit bën pushim aktiv. 2 javët e fundit janë më të rëndësishme për trupin, pasi ato ndihmojnë të pastrosh lodhjen dhe janë ditët kur trupi do marrë zhvillim dhe do pësojë rritje të performancës. Tani, mund të duket që 6 dhe në 8 javët e stërvitjes janë më të rëndësishme, por realisht në qoftë se ti ke kryer mirë 6 dhe në 8 javët e stërvitjes, këtë rezultat, këtë punë që ke hedhur këto javë, do ta marrësh 2 javët e pushimit. Në qoftë se ti gjatë këtyre 2 javëve të pushimit nuk bën pushim siç duhet, pra bën përsërisë stërvitje, gjithë punën e bër 6 dhe në 8 javët e para do ta hedhësh në plera, pasi trupi ka nevojë për të bërë pushim. Të gjitha sportet përdorin këtë lloj periodizimi. Të gjitha sportet përdorin këtë lloj periodizimi. Ajo mund të haset me emrin taper, Këto lloje ciklesh të ndihmojnë të zhbllokohesh dhe të forcohesh. Pra, taper ose taper është termi që përdoret kur një sportist mund të ngelet në vend numëror vetëm sepse ka marrë më shumë ngarkesë se ç'duhet dhe jo aq pushim sa ç'duhet dhe s'ka më rezultat, s'ka më sukses. Prandaj, taper është pushimi, ti merr 1 ose 2 javë pushim nga ngarkesa, edhe trupi rigjenerohet dhe është gati të nisë përsëri stërvitje. Kjo ishte, mund të themi, kjo është deri këtu mund ta shpijem videon, pra mbajtja vërtetësisht 27 minuta. Ka akoma më shumë pra periodizimi modern, menjëherë pas përhapjes së metodës klasike, trajnerët e tjerë si Louis Simon krijuan plane periodizimi. Pra, sistemi vazhdon, librat vazhdojnë. Unë po bëj një scroll down dhe në fund, në qoftë se ti dëshiron që ta lexosh edhe vetë me më shumë kujdes librin ose informacionet që janë këtu, mund ta bësh pauzë videon. Këtë video do ta lejmë me 27 minuta, në qoftë se duam që ta ndjekim më shumë ose ta shpjegojmë më shumë ose ta lexojmë bashkë, mund ta bëjmë në një moment të dytë në qoftë se ka kërkesa për këtë punë, por unë po e bëj scroll down dhe kush e do ta marrë informacionin e ka në dispozicion vetëm nga kjo video. Në qoftë se dikush mendoni që dikujt i bën punë kjo e ndihmon, mund ta ndash videon, mund t'ja tregosh edhe ta marrë në konsiderat për ta lexuar. Këtu nuk e dim çfarë jemi duke folur, pasi si thash ka kohë që kemi krijuar si informacion, duke mos të garantuar çfarë është duke folur këtu poshtë, duhet ta marrësh me pak kritike, pasi dhe unë mund të them realisht a qëndrojnë akoma këto metoda apo jo. Pra janë shënime të vjetra.